Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i Mërkur 19 nëntor 2025. Dashi. Konkurrent të padrejt, koleg jo aq të besueshëm. Krizat e përkohshme mund të kapërcejen në dashuri. Demi. Kontakt pozitiv me të tjerët. Ndryshimet ose transferimet mund të përfshin dhe intrigojnë shumë. Binjaket. Ka më shumë liri veprimi dhe një seri e rëndësishme rastesh në të ardhmen konfirmon pikën e kthesës të treguar nga yjet. Ju mund të marrni një histori që duket e mbaruar nëse ende kujdeseni. Gaforia. Jeni në prag të një vendimi që ndryshon gjithçka, nuk përjashtohet një transferim për të 30-tat, kohët e fundit ka pasur disa shkurtime. Luani. Ju mund të jepni më të mirën tuaj në çdo situatë, një ditë interesante për ata që punojnë vetë, mund të bëhen projekte të mira. Së shpejti do të realizoni një dëshirë që keni kohë që e keni mbyllur në syrtar. Virgjeresha. Ju mund të përfitoni nga ky moment plot me njerëz të rinj, situata, lëvizje, propozime të reja bashkëpunimi. Çdo sfidë mund të fitohet, mos e harroni kurrë këtë. Peshorja. Një ditë e rëndësishme për ndjenjat, ftoj veçanërisht ata që kanë disa kohë vetëm të shikojnë përreth. Papritur hapen shtigje të reja dhe mbërrin rrethana me fat edhe në familje. Akrepi. Kjo ditë fillon mirë. Në dashuri jeni të kujdesshëm, një histori e rëndësishme mund të lindë. Shigjetari. Sot ju jeni 5 nga 5 yje. Nëse duhet të bëni një kërkesë të rëndësishme, takoni një njeri, lëvizni pikërisht në këtë ditë. Është e mundur të rilidheni me një njeri me të cilin keni diskutuar. Briqapi. Një ditë tensioni, mbase për sot do të jetë më mirë të mos bëjmë shumë. Shtyni vendimet e një peshe të caktuar për ditë të tjera. Ujori. Keni energji të shkëlqyer emocionale dhe psikologjike. Do të shihni një rilindje të madhe, prandaj duhet të përjetoni emocione dhe dashuri me transport të madh. Peshqit. Kontakti me të tjerët të favorizuar. Sot ka një nxitje të mirë të energjisë. Ditë aktive. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.